Dosjet Epstein po trondisin botën dhe po vërtetojnë se për ato që na gjykonin dikur se ishin teori konspiracioni, sot janë fakte realiteti. Pizzagate, kjo histori makabër dhe demokratët e Amerikës, leftistë globalist që vendosnin çfarë do të ndodhte edhe në Shqipëri, përveç se në vendin e tyre, që PS-n dhe PD-n i kishin dhe i kanë në duar e tyre. I këshillojnë gjithashtu, po shfaqen se çfarë janë në realitet. Teoritë e vjetra të konspiracionit nuk janë më vetëm teori, por fakte të dokumentuara nga veta ata që i bënin apo kryenin. Më shumë se 3 milion dosjet e Epstein të publikuara të premten e kaluar, vazhdojnë të shtojnë prova të reja në rastin e profilit të lartë të shfrytëzimit të fëmijëve. Një mesazh tjetër shfaqet në dosjet e publikuara. Mesazhi duket se është dërguar nga një grua me identitet të panjohur, e cila kontaktoi Epsteinin në dhjetor 2009, duke informuar atë për lindjen e fëmijës së saj. Mesazhi thot konkretisht: I dashur Jeffrey, të dielën në mbrëmje linda një fëmijë të vogël grek, vajzë, peshonte 3.2 kg. Bëra një epidural dhe linda brenda 40 minutash. Hëngra një hamburger të madh me djath me njëherë pas kësaj. Ajo tani është shumë e qetë. Mesazhi është rënqethës, pasi kuptohet që fëmia është ekzekutuar. Mesazhi ka shkaktuar reagime globale, me disa llogari në media sociale që theksojnë se përdorimi i fjalës cheeseburger nuk është i rastësishëm. Sipas numërimeve që supozohet se bazohen në tërsinë e të dhënave, termat që i referohen ushqimit shfaqen me dendësi të pazakontë. Fjala makarona është regjistruar 428 herë, fjala pizza rreth 900 herë dhe fjala djath më shumë se 1140 herë. Të njëjtit skedar tregojnë gjithashtu termin e famshëm Pizzagate, i cili ishte klasifikuar si një teori konspiracioni, që nuk është më i tillë. Fjalët specifike, të kombinuara me përmbajtjen e mesazheve, nxisin arsyen për të konkluduar se këto referenca nuk kufizohen në ushqime, por janë emërtime të koduara. E ashtu quajtura Pizzagate u shfaq gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara, duke filluar me emailët e hakuara të John Podesta, një zyrtar i lartë demokrat dhe këshilltari Hillary Clinton, por edhe këshilltar edhe i politikës së lartë shqiptare. Teoria dikur konspirative, sot reale, lidhte një pizzeri në Washington DC dhe restorante të tjera të lidhura me rrjetet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe abuzimit seksual të fëmijëve. Edhe pse teoria u hodh poshtë si e pabazuar nga shumica e mediave kryesore në atë kohë, dokumentet e fundit e Epstein duket se po e ringjallin debatin, duke u dhënë një dimension të ri dyshimeve të vjetra, deri dhe duke i vërtetuar si reale. Të njëjta dokumenta përmendin gjithashtu John Podestan, pa i atribuar drejt për drejt ndonjë përfshirje. Emri i tij shfaqet në një komunikim midis Peter Mandelson dhe Epstein, ku ai përshkruhet si kreu i një grupi të fuqishëm mendimtarësh të lidhur me demokratët. Megjithatë, prania e emrit të tij, e kombinuar me dëshmitë e viktimave që flasin për tortura, është e mjaftueshme për t'i çuar përdoruesit e mediave sociale në lidhje të reja me raste më të vjetra dhe të diskutueshme. Besimtar të çdo feje, sot duhet të reagojmë si të një trajtshëm në emër të jetës. Nuk ka asgjë hiperbolike në këto që them, kur shikoni edhe një herë se cilët drejtonin dhe drejtojnë botën. Jam gjithashtu i sigurt që një pjesë e madhe e juaja është në dieni të gjithçkaje. Ata që drejtojnë botën janë dorëzuar satanizmave dhe jetojnë në një tjetër dimension. Nuk kanë lidhje me po ju rendis vetëm disa emra, fenomene, ceremoni, grupime, rituale dhe një mori foto shtronditëse, që më detyrojnë të reduktoj fjalët. Bill dhe Hillary Clinton. Tony dhe John Podesta, lobist të Bill dhe Hillary Clinton. Persona me influencë në Washington DC, individ me shije perverse dhe diabolike. Barack Obama, James Alefantis, pronari i komet Pizza Ping Pong, qendra e skandalit të çështjet Pizzagate, vatra e pedofilisë dhe akteve sataniste. Mik i afërt i Hillary Clinton, të cilin ish sekretarja e shtetit e falenderonte zyrtarisht për spirit cooking ofruar asaj. Mariana Abramović, artiste veprash sataniste, mik e afërt e Hillary Clinton. Veprat e saj dekorojnë banesën e lobistit Podesta. Kim Noble, artist veprash sataniste. Dekorojnë komet Pizza dhe banesën e lobistit Podesta. Margie Girlings, artiste veprash sataniste. Veprat e saj dekorojnë banesën e lobistit Podesta. Patricia Piccinini, artiste veprash sataniste. Mike e Hillary Clinton. Veprat e saj dekorojnë banesën e lobistit Podesta dhe komet Pizza. Ka dhe dhjetra emra të tjerë, por përzgjodha vetëm këta, sepse mjafton për të patur një ide të qartë të së gjithës. Disa këta lloj njerëzish i klasifikojnë si të sëmur. Që ti klasifikosh si të tillë, i lehtëson nga bara dhe përgjegjësia e akteve. Këta janë diabol dhe koshient për çdo akt të kryer. Një fotografi kjo e lordit Giacomo Rothschild dhe atriste sataniste Marina Abramović.
pas një darke sataniste spirituale të tyre, me sfond një piktur gjigante me lezant. Satanaj duke thirrur legionet e tij, pikturë e vitit 1797, nga Sir Thomas Lawrence. Nëse bëni një kërkim tuaj me emra që ju përmenda më sipër, mund të kuptoni realisht cilët janë, në çfarë grupimesh marrin pjesë, çfarë kryejnë, me se ushqehen, në çfarë rituale satanike marrin pjesë, në çfarë dimension jetojnë dhe si konsumojnë të përditshmen e tyre. Drejtohemi nga njerëz që i përkasin vullnetshëm djallit dhe në thelbin e tyre ekzistencial. Njeriu, pra, jemi armiku, objekti që na kanë vënë përballë për të na tjetërsuar dhe për të na përdorur. Kanë bërë gjithçka që të na vrasin totalisht ndërgjegjen, deri diku ja kanë arritur. Të na shuajnë fen dhe besimin, të na kolektivizojnë dhe të na kontrollojnë mes një identiteti digjital që synonin të na i bënin pjesë të trupit. Për këtë të fundit, po përmbysim botën që ta realizojnë. Kohët me sa duket kanë filluar të ndryshojnë pas nëntorit dhe zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Jemi 7 miliard njerëz. Jemi kaq shumë njerëz që fatkeqësisht themi, çfarë të bëj unë i vetëm? Ata janë një grush njerëzish, shumë pak krahasimisht me ne, por që nuk mendojnë dhe nuk veprojnë kur vetë dhe si të vetëm. Mast Channel. Please subscribe.